të kyç në unë me... Atëherë përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në sesionin e radhës të Empower Biz Webinars që organizohet në kuadër të platformës të biznesi im, që është pjesë e shërbimeve të Kiesës. Ky webinar është mbështetet prej projektit Enabling Income Generation for the Poor dhe është projekt i cili financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim. Jemi shumë të lumtur që me neve kemi zonjën Venera Kamberi, që ka mendo një rritë dhe përvojat e saj për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme për juve. Po besoj që shumë biznese veç kanë filluar me u përballë me këtë sfidën e transformimit digital edhe kanë nevojë me pas sa më shumë njohuri që qysh me i përgatit ekipet e tyre për edhe punën për të ardhmen që teknologjia po ofron. Venera sot ka me na shpjegu ndoshta se çka nuk kuptoj me këtë termin industri 4.0 edhe çysh është ndikimi i kësaj industrie në tregun e tashëm të punës apo edhe në kohën e ardhme. Venera, faleminderit shumë që je edhe një herë edhe po ta japi fjalën. Faleminderit ty, Tanita, shpresoj që jeni mirë. Unë jam Venera Kamberaj, për momentin jam People and Culture Manager në Coca-Cola Hellenic në Kosovë. Para Coca-Colës kom punu në Austrian Development Agency. Para Austrian Development Agency kom punu në projekt USAID. Në ndërkohë, unë jam Digital Transformation Expert nga BCC. Dhe në ndërkohë i mbajmë këto seanca informuese për krejt bizneset, për krejt mënyrë që me u involvu sa ma shumë në ndryshimet digitale që po ndodhin çdo herë më shumë. Para se me fillu une, kisha pas qef me ju njoft pak ma shumë kush jeni, ku punoni, qysh kontriboni ju në kompaninë apo vendin tuaj punës, që me ditë edhe pak a shumë të shko me shku komplet seansa. Kisha pas qef që kjo me qenë sa ma interaktive që është e mundshme, njërë që mos me qenë veç une aja të i kumtu informata, po me qenë e sigur që informata është sa ma e qartë. Krejt ju që doni me marrë fjallën, ju kisha inkuraju ta bojmë një bashkëbisedim ndoshta me prezentuesen, vetëm e keni një mundësi që ju mundeni mi ngri dorën edhe po ju japi fjallën. E kemi pjesëmarrësin e parë që ka ngri dorën, është Diedon, po mundesh? Apo më dëgjoni tash? Po. Përshëndetje, jam i nderuar që jam në këtë webinar. Jam Diedon Lavjani, pjesë e kompanisë PNB Global LLC, kompani e specializuar në patundshmëri edhe shërbime të patundshmërisë, domethënë krejt ciklit që ka ndodhur në patundshmëri, vlerësim, menaxhim, konsulencë kështu. Ndikimi im në këtë kompani është proceset e digitalizimit, proceset e marketingut digital, fytyrës publike të kompanisë, lidhje me publikun, edhe në këtë mënyrë ndikoj që kompania me qenë sa ma prezente online, me ditë që ka bojmë na, me qenë se është profesion që në Kosovë nuk është i afirmuar atë ku me ditë se sa, ka realisht ndikimi jam është që kjo edhe po mundohem tash me mësu, me sa ma shumë me zgjeru qëtë biznes në formën digitale. A Diedon që sa e bën këtë punë? Kompania ekziston për vitin 2008, është biznes familjar, unë kam punuar për kompani të tjera dhe jam bërë pjesë indirekte e kompanisë për vitin 2020. Do të thonë bëhen 5 vite që pjesën e marketingut PR edhe digitalizimin e kam në dorë. Nëse kishe mujt me më tregu 2 ose 3 sfidat tua gjatë ndryshimit, sidomos në kohën e pandemisë, si duket ti veç ko ke kyç në kohën e pandemisë, ku paka shumë transformimi digital ka bo boom të në Kosovë, po gjithë në botë. A kishe mujt me më tregu 3 sfida tua, ose të paktën... Sfidat në aspektin digital është që kemi hasë ndër vite është
për shembull, shumica procese mund me qenë online, me pas një raportim, me dërgu te klienti, me u nënshkru digital, me u kursyq kjo koha, të diskutu për punën tonë, për shembull mundet me u spjegu në mënyrë shumë më të shpejtë, shumë më të qartë, shumë më efikase. Kemi implementu për shembull në shkimin digital, hala nuk implementohet pe palëve të cilat punojmë. Raportet tona kur i dërgojmë në shtetet e jashtme, nuk shihesh kur me klientin, e lyp shërbimin jashtë në raportin nënshkruhet digital edhe kryet shërbimi, mbyllet çaj cikël i kësaj pune. Që kjo është sfida që hala klientat për shembull lën takim me ty, vjen për me diskutu për një ofertë. Atë kur ai sa mundet mu marrë me një si online meeting 5 minuta dhe kurse dita e secilit edhe atij që blen, këtij që shat edhe. Që kjo është sfida pak a shumë që koha nuk optimizohet në aspektin me shfrytëzu një ditë në mënyrë sa me qenë më efikas derisa të dorëzohet çaj shërbim ose produkt ose kështu me radhë. Që kjo kisha mujt me cek që është më shumë çështje tjera sfiduese janë çështjet profesionit, nuk ndërlidhen me procesin e digitalizimit. Si kompani, a keni Po. investu diçka pak ma shumë në teknologji mas 2020-s deri tash? Kem kriju platformë digjitale për me fut dana, website, CRM, pajisje teknologjisë, për shembull për inxhinier ajror, drona, jo diçka më shumë, domethënë tash jem në fazë ku jem pak më rahat financiarisht edhe me nuk për të ardhmen qysh me kalu në tjetër nivel. Po më vjen mirë djedan, është pikrisht ajo një ndër temat që kemi me fol, është në industria 4.0 edhe si ndikon transformimi digital në këtë pjesë. Po më vjen shumë mirë që ju vetë që e keni përqafu këtë transformimin digital, sepse në momentin kur ti je i gatshëm me mbajt takimet online me klienta për me marrë informata, për me shpërndaj informata, momentin që keni bo investime teknologjike, nuk është veç hapi i parë, jeni shumë hapa para shumë kompanive tjera. Mirë se erdhe djeton edhe një herë në webinar. Po, faleminderit. Faleminderit që e theve aklin pak a shumë. S'ka problem. Dikush tjetër? Këtu me ranë po mi qëtë në mënyrë me alfabet. Kështu që ACE, ACE Accounting, SHPK. Tanita nuk po të ndëgjojnë. Kërkoj falje, se pas pas mikrofonin. Ndoshta ajo krejt dojnë me participu dhe me bisedu, nuk i kisha lënë ndoshta me shtin siklet krejt pjesëmarrësit, kush do që donë le ta ngrit dorën që ju mundemi me ndoshta dhe me vazhdu. Gjithsesi, a është dikush tjetër? Ideja është me nda me neve kush jeni, ku punoni, edhe cilat janë sfidat e juja në punë për momentin. Patrik Nushe. Patriko, po të në Përshëndetje. Përshëndetje, Patrik. Po e të prezentuar, jam Patrik Nushi nga kompania ANZ Izolime në Serin Gjakov. Prodhoj materiale izoluese nga leshguri dhe materiale poliuretanit. Vetë prodhimi dhe forma e punës që kemi na, kompania ekziston për vitin 2021, por ne kemi ardhur në vitin 2024 në punë. Vetë forma e punës në këtë kompani bëhet me makineri CNC dhe me teknologji më të avancuar. Okej. Vetëm është e integruar me pjesa e teknologjisë, pjesa e makinerive, por gjithmonë po tentojmë që me shku më ka prodhimit përmes makinerive, përmes robotëve dhe këto gjëra tjera. Sa i përket pjesë tjetër, domethënë teknologjinë 4.0, e dim që hyn edhe pjesa e inteligjencë artificiale. Si staf shumë po mundumi që në secilin departament, si në pjesën e marketingut, si në pjesën e pëllumtimit tregut, si në pjesën e vendosjes dhana, si në për sisteme, me automatizu pjesën e domethënë të përdorimin e inteligjencë artificiale.
veç jemi, domethënë, se na tregin e kemi eksport, edhe domethënë për ndihmon shumë në ata që mos e pas nevojë për kontakte fizike me njerëz që bojnë volumtime tregut në shtëpitë e huaja, përmes inteligjencës artificiale po vendosin pikat kyçe ku çka ne do dëshirojmë me volumtu, edhe rezultatet që po dojmë me i marr. Si jemi në komunikime për shembull me prodhues transport dhe në Kinë, EMB, të thotë të pas tash inteligjencën artificiale po arrijmë mi selektu çka po dojmë edhe rezultatet që po presim me i marr. Okej. Që sa ti ta punon aty prej vitit 2020, apo? 24, ja. Kompania ekziston prej 2021-s, ndërsa unë jam Okej. unë prej 2024-s, në fillim të 2024-s. Që një vete 2-3 muaj. Okej. Cilat kishe mujt me thonë që janë sfidat tua, sipas teje, veç e keni përqafu pak a shumë këtë pjesën teknologjike. Po më vjen mirë që kompania po don veç me investu dhe peshen që nuk ka zgjidhje tjetër me i ik transformimi digital dhe me ik industrisë 4.0. Sa jeti i kënaqur me investimet e kompanisë tënde, edhe sa je i kënaqur me punën këtë rast? Në aspektin e saj, domethënë që Në aspektin që shumica e punëtorëve, kur po vjen puna me involvu teknologjinë, e ka një farë frike që munde me hu punën për shkak se teknologjia mundet me marr punën, inteligjenca artificiale. A jeti komfort me punën që e bën, edhe me involvimin e inteligjencës artificiale në kompaninë ku ti punon? Unë jam komfort në aspektin që unë jam për momentin jam zëvendës menaxher, edhe na veç po munduemi me inkuadru edhe te stafi tjetër. Domthonë pengesë shkalloj me çujt është ajo koha kur një staf për shembull man mosh derisa të arrijmë me akseptu atë pjesën që hajde po duhet me çka teknologji do të më përdor, se ekziston edhe ajo të punëtorë tjerë që janë mësuar me punu manualisht ose fizikisht, edhe tash po vjen një makineri, domethënë e vitit 2024 ose 2025 që është komplet teknologji, atë domethënë që ajo koha derisa një punëtor për merr domethënë punësuar që me punu me atë makineri, çaja po është që veç koha derisa ta mëson çat makineri. Për ndryshe në këtë aspektin tjetër që domethënë unë mendoj që jo vitin e ardhshëm, djetë me fillu me përdor teknologjinë. Veç jemi vonë, nëse çdo ditë që kalojmë pa përdor teknologjinë, sidomos inteligjencën artificiale, këtu për mendimin tim jemi vonë. Faleminderit shumë, pajtona plotësisht me ty. Patrik, a është dikush tjetër që kish dash me nda një eksperiencë me ne? Në rregull. Atëherë, Tanita, fetje mute, unë e Po, po vazhdoj me nuk që ka prezentimin. ngri dorën dikush, po presim nëse ka dikush, po jo, nuk ka. Atëherë, unë me shumë kënaqësi po filloj prezentimin për ndryshimet transformuese që po ndodhen në botën e biznesit edhe industrisë. Tek ne në Evropë quhet Industria 4.0, 4.0 në Evropë e përdoren. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përdorin shumë këtë konceptin Smart Factory. Pak a shumë është e njëjta, është Industria 4.0, edhe ka evolu, a mundem me nda një pjesë të prezantimit veç me pa vizualisht?
Po jemi të A mundeni me më tregu po. Çka ka ndodh në shekullin e 18, kemi pas makinat me avull, edhe ai quhet revolucioni industrial 1.0, revolucioni i parë. Në ndërkohë, në shekullin e 19 e kemi pas edhe pjesëmarrjen e rrymës, edhe produksionin e hjekurit. Edhe ky quhet është quajtur industrioni revolucional 2.0. I treti ka ndodhur në shekullin e 20, ku ka fillu elektronika, automatizimi edhe kompjuterat. Ne sot jemi në industrinë 4.0, revolucionin industrial 4.0, ku e kemi cyber physical system, që i vjen ndërthurja e kompjuterave bashkë me inteligjencën artificiale, botën ku na po jetojmë, ku po jetojmë për momentin. Pak ka qenë një histori shumë e shkurt, edhe në hapa me shumë pak fjalë, çysh ka ndodhur revolucioni industrial prej shekullit 18, ku po qëndrojmë sot. Ajo ku ne jemi sot, absolutisht nuk është e ardhmja, është e tashmja. Çka është industria 4.0? Është faza e re e revolucionit industrial, ku jemi një hap para me bashkëpunimin e dhënave artificiale bashkë me makinerit, ku proceset në industri edhe informatat edhe komunikimi teknologjik kanë arrit pikën apo bashkëpunimin mes tyre, ku kryhet një proces i punës. Pak a shumë i bën bashkë botën fizike bashkë me botën digjitale. Çka ndodh çka ka ndodhur gjatë këtij transformimi digjital? Është një thënie, necessity is the mother of change. Nevoja është nëna e ndryshimit. Plato, edhe për me nda me juve, paraprakisht, edhe më falja po më dëgjoni. Po, super. Po dëgjosh. Po. Okej, super se nuk isha shumë e sigurt. Çka ka ndodhur është ndryshe nga revolucionet e mëparshme, që janë bazuar në një shpikje të vetme. Kjo është epoke teknologjive të ndërlidhura dhe inteligjente, që thash më herët, që lidhet me botën fizike edhe atë digjitale. Çka po ndryshon? Gjithçka po ndryshon, mënyra se si prodhojmë, mënyra se si shpërndajmë, mënyra se si bashkëpunojmë edhe si inovojmë. Komplet qëllimi i këtij prezantimi dhe këtij webinari është me eksploru se si bizneset munden me u përshtatë dhe me bashkëpunu, që me përparu me përqafu këtë teknologjinë dhe automatizmin në mënyrën sa më të mençur që është e mundshme. Bota ku jetojmë na për momentin është ajo bota ku makinerit komunikojnë me njëra tjetrën, marrin vendime edhe përmirësojmë procesin në kohë reale. Nëse para disa vjetëve kishim thonë këtë fjali, me siguri shkon shumë ide e ardhmes futuristik, po tash veç është të ndodh. Nëse flasim për industrinë 4.0, është e pamundshme pa i përmend teknologjitë kyçe që shtyn përpara këtë revolucion. IoT është Internet of Things. Do të thonë pajisjet që mbledhin edhe shkëmbejnë të dhëna. Inteligjenca artificiale që ju jep sistemeve aftësi për vendimarrje, robotika dhe automatizmi që shërbejnë për mi kry detyrat me saktësi edhe efikasitet. Cloud computing është shfrytëzon, domethënë përdoret për ruajtjen edhe për punimin e dhënave masive, analizave dhënave të mëdha, big data që i thonë, për të kryer të dhënat me njohuri strategjike, edhe cyber security apo në gjuhën shqipe kibernetika, për të mbrojtur krejt këtë infrastrukturën e ndërlidhur.
industria 4.0 nuk mundet me funksionu pa këto teknologji. Po edhe këto teknologji, të cilat bashkëveprojnë edhe fuqizojnë njëra tjetrën, nuk mujnë sakt me funksionu pa faktorin njeri në këtë rast, pa inxhinierat, pa faktorin njeri të cilin ju nimon për mi kry këto procese. Sisteme që mësojnë për shtaten edhe bashkëpunojnë me njerëzit, quhen automatizëm inteligent. Në kontekstin e industrisë 4.0, automatizmi nuk është vish një makineri që përsërit senet në detyrë, po e sheh ku janë problemet, funksionojnë me njëna tjetrën, janë sisteme të zgjuara, edhe në këtë formë, me këtë zinxhir të bashkëpunimit mes teknologjive, e bëjnë fabrikat, punën kompani tonë shumë ma efikas. Pse? Se e rrit shpejtësinë, saktësinë edhe i liron njerëzit që ata me bo punën sa ma krijuese, sa ma strategjike. Pse po e përmendi pikërisht këto? Nëse integron teknologjinë sa ma të re në kompaninë tuaj, cilat janë përfitimet e juaja? Në këtë rast, rritja produktivitetit, efikasitetit, bën ma pa gabime edhe humbje gjatë procesit punës, e ul kostën e operacionale me kalimin e kohës, jo me njëherë, jo në momentin që ti e involvon teknologjinë në proceset tuaja. Vendimarrjen e ki shumë ma të lehtë dhe shumë ma të mirë për shkak se i ki dhënat në kohë reale, çka po ndodh, edhe e ki fleksibilitetin shumë ma të madh, pasi që sistemet teknologjike i përshtaten shumë lehtë kërkesave të tregut. Paka shumë sa ma thjesht mundeni me bo punën ma shpejt, ma mençur, edhe jeni shumë ma taf për me reagu gjatë problemeve ose sfidave të ndryshme gjatë punës. Edhe kjo nuk, domethënë krejt kjo nuk ndodh pa pas sfida, sigurisht. Investimet fillestare për me involvu teknologjinë në kompanitë tuaja nuk janë të lehta, për shkak se shullimet janë shumë të larta. Ka një mungesë të aftësive teknologjike në fuqinë punëtore aktuale, domethënë kompani të cilat dojnë me përqafu teknologjinë, po në anën tjetër nuk i kanë punëtorët e duhur që mësohen për atë teknologji, edhe ma vonë vinte strategji për një integrim të suksesshëm në këtë pjesë. Siguria kibernetike din mu bo një shqetësim i madh shumë në rritjen e kompanisë, për shkak të domethënë që je pak a shumë i shfaqur në Internet of Things. Edhe ma e rëndësishmja, të cilën nuk e ndëgjova sot, që jam shumë e lumtur, është rezistenca ndaj ndryshimit. Kjo ndodh edhe kur qoftë pronarët, qoftë kompania, qoftë stafi i rezistojnë ndryshimit teknologjik, edhe ku kjo pjesë duhet me u ndryshu bashkë me kulturën organizative. Definitivisht këto sfida mund me u menaxhu, mund të menaxhohen, përderisa definitivisht bëhet një planifikim shumë i kujdesshëm në këtë pjesë. Për me u mësu njerëzit, për me u mësu edhe me përqafu industrinë 4.0 transformimin digital, zakonisht kompanitë din me marrë edhe shumë konsulenta, mënyrë që me i trajnu veten edhe punë tjerë. Ajo çka konsulentat edhe ajo çka eksperienca na mëson, është që në çdo fillim të niseni me pilot projekte. Domethënë prova të vogla që tregojnë rezultate të shpejta. Ma herët e tha Diedoni, nëse nuk gaboj, e përmendi domethënë që i përdorin komplet internetin për me promovu punën e tyre, për me promovu shitblerjet. Nëse Diedoni në këtë rast ka fillu i ri, paraprakisht domethënë e kam përdor
sakt nuk e di me shku definitivisht me shku mi pa shtëpijat që lëshohen me qira apo janë në shitje. Tash e bën një provë edhe e bën me dron ose me kamera, e fotografon komplet shtëpinë, e ngjizon, e publikon ato, edhe ty ta jep ndjesinë se ti veç ke shku me pa shtëpinë, është reale, është do me thonë është shumë eficiente. Edhe në anën tjetër, çka i ndihmon kjo Diedonit në këtë rast ose kompani tjera, është shikueshmëria. Pse se është e gatshme me u pa prej nëse bëhet boost në rrjetet sociale, me u pa prej 100, 1000, 100.000 njerëzve në të njëjtën kohë. Kjo është një provë e vogël që punëtorët mund me e bo në kompani që tregon rezultate të shpejta. Edhe në momentin kur kjo ndodh, i bën krejt punëtorët edhe stafin shumë më rehat për me fillu me u mësu, me zhvillu aftësitë që me funksionu ndryshe. Dhe me thonë, kjo që ka ndodhë është pjesa numër 2 që duhet me investu në trajnimin e stafit. Jo krejt stafi janë trajnu me punu me drona, jo krejt stafi janë trajnu me punu me rrjete sociale, jo krejt stafi janë të trajnu me punu me sisteme të ndryshme të cilat kompanit tash e tutje duhet veç me i pas pjesë të punës tyne. Kështu që kjo është ajo që tash din me qenë shumë e kushtueshme, jo vetëm në teknologji, po edhe në investimin e stafit. Çka i bën kjo? Zhvillimi i aftësive thelbësore ose bazike të stafit, varësisht prej nevojave të punës që i ka ajo kompani. Bashkëpunimi me partner teknologjik, nuk është që duhet gjithçka me bo ju vetë. Që i bjen që në këtë rast bashkëpunon me kompani tjera teknologjike, me inxhiniera të ndryshëm, me konsulenta të ndryshëm, në mënyrë që ti me pas punën sa më eficiente, sa më të lehtë dhe me pas rezultatet sa më të mira. Kur ndodhin këto ndryshimet, është shumë e rëndësishme që menaxherat me qenë sa më aktiv, me qenë sa më komunikues, sa angazhimi duhet me qenë sa më i madh prej udhëheqjes, dhe më thonë prej top to bottom, ku jo në momentin që menaxherat e kanë kriju një plan të qartë digital, atëherë ideja është me u komuniku punëtorëve që teknologjia është këtu për me mbështet qëllimet tuaja reale, rezultatet që ti don me i arrit në fund të ditës. Kemi plot shembuj, kemi plot kompani, po për atë arsye edhe dosha me diskutu ma qartë me juve ku punoni, që me ju tregu që me siguri në kompanit juja veç e keni përqafu këtë pjesë. Edhe jam shumë e sigurt që ne si popull në Kosovë, me siguri para shumë shteteve tjera në Evropë, pjesën digjitale, komunikimin ku reale, jemi shumë ma shpejt se sa shumë shtete tjera. Ku është e ardhmja e industrisë 4.0? Me siguri është me një pjesë ku gjithçka mund të automatizohet, që ka me qenë e automatizume, komunikimi ka me qenë në kohë reale, ashtu qysh është, edhe modelet virtuale për me i përmisu sistemet kanë me qenë pjesë e jetës tonë. Kur tam të modelet virtuale, flas pak a shumë këtë virtual reality, ku tash edhe të shohim edhe në shkolla, sidomos në shumë universitete edhe në Kosovë, ku gjithçka shihet në mënyrë virtuale përmes atyre syzave që i përdorin, edhe kjo është për qëndrueshmëri, për me u përmisu sistemet. Industria 4.0 nuk është trend, nuk është mod, po është një evolucion i cili është i domosdoshëm. Për shkak se bëhet fjalë për teknologji dhe sisteme të mençura që mësojnë edhe bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Definitivisht ka shumë sfida, po deri tash asnjë prej sfidave nuk janë të tejkalueshme, nuk janë të patejkalueshme. Çelësi është
një qasje menduar mirë, me qendër njeriun, faktorin njeri, edhe kulturën e zhvillimit të vazhdueshëm. Do me thonë, në anglisht gjithmonë përdoren tash long life learning, do me thonë mësimi gjatë tërë jetës. Pa marrë parasysh që shumë kompani, shumë njerëz e kanë tendencën që, me AI, me teknologji që po zhvillohem, ne po i humbim punët, po e humbim punën. Po, është shumë e vërtet, shumë puna kanë me ushu për shkak të industrisë 4.0, për shkak të transformimit digital, po këto vjen në pa kompanit edhe njerëzit personal edhe profesional të cilët dohet me qenë të gatshëm me mësu gjatë gjithë jetës. Kompanit në vitet e fundit nuk është që gjithmonë po fokusohen në shkollën që e ke kry, edukimin që e ke kry, po fokusohen në përvojën tënde, në trajnimet të cilat i ke kry, në informatat të cilat ti i merr, edhe si don me u zhvillu matutje ti, se në momentin që e sheh që industrisë tregut po i duhet ma shumë një software engineering, një inxhinier software ose dikush tjetër në pjesën e IT-s, atëherë transformimi digital po t'jep ty mundësi që ti me i kry këto trajnime online, me kry një shkollë online, pa marrë parasysh moshën, gjinin, vendin ku jeton, për shkak se ti tash po mundesh edhe me u certifiku edhe me kry trajnimet ndryshme gjithku në përbotë. Paka shumë kjo është ajo pjesa jame e prezantimit në pika shumë të shkurta për një evolucion që ka qëma cilin na jemi tu e përjetu. Kisha pas qatë me ndëgju mendimet tuja për mënyrën që ju pe përjetoni këtë ndryshim në organizatat e juja. Atëherë po e japim fjalën për pjesëmarrësit, nëse kanë pyetje, ndërkohë unë mas e veç e përmende, në bazë përvojës që ki, a mendojnë udhëheqësit e bizneseve sot në Kosovë, si konsulente dhe që je, për mënyrën strategjike të digitalizimit, a shohin veç si trend që o bojë si pakës me diskutu edhe që nuk investojnë shumë, për shembull e përmenen në trajnimin e punëtorëve, në kulturën organizative të biznesit përgjithësi. Qysh është trendi sot në Kosovë? Sa janë të hapur në këto biznese për këto transformime digjitale që po i flasim? Nëse ma kështë bo këtë pyetje 2020-2021, një pjesë shumë e madhe kompanive të na e kanë marrë këtë transformimin digital si një trend. Kanë mendu që me kohën e Covidit, kjo është një trend, ka mu largu edhe kemi me u kthy mrapa në mënyrën që kemi bona punën, për shkak se definitivisht një vit kemi me punu online edhe mas një viti kemi me vazhdu me shku krejt në përzyre. Prej saneve bazike, si kjo me punu online ose më kthy në zyret, te pjesa ku kanë hezitu shumë me bo investime teknologjike edhe investime në zhvillimin e njerëzve për këto ndryshime teknologjike. Tash në pyet 2025, kërkesa për konsulenta për me i përqafu këto ndryshime teknologjike është shumë e madhe. Në dy aspekte. Aspekti i parë është ndryshimi i kulturës organizative, për shkak se kemi një pjesë shumë të madhe të gjeneratës Z, Gen Z, të cilët do me thonë absolutisht e kanë përqafu ndryshimin teknologjik për shkak të moshës, po dhe refuzojnë me punu me një punë e cila nuk ju përmbahet kërkesave tyne. Do me thonë qoftë kushtet teknologjike, qoftë mënyrën modalitetin e punës, qoftë fleksibilitetin e punë. Kjo është diçka që gjenerata e re është po tham kushtimisht në luftë, po i ka kërkesat e veta edhe janë njerëz të cilët janë edukum në qatë aspekt edhe binë
një frymë të re në organizatat tona. Aspekti I dytë është aspekti teknologjik për shkak të eficiencës. Shumë kompani e kanë vrejtë që kompanitë tyne të cilat janë konkurrente të llojit të njëjtë, po e përdorin teknologji në mënyrë mase. Domethënë kanë bën ndryshime, janë shumë më eficient, rezultatet janë shumë më të shpejta edhe më të mira, edhe kanë me patjetër me I bë këto investime. Jo krejt kompanitë janë komplet edukume, po veç ideja që po kërkojnë ndihmë, qoftë për organizatave të ndryshme, qoftë për konsulentave, qoftë që vetë pronarët e kompanive të ndryshme private kanë fillu me qenë pjesë trajnimeve të ndryshme me u certifiku për me mësu sa ma shumë këtë pjesë, atëherë po, do më thonë, në 4 vitet e fundit, ndryshimi është shumë I madh, edhe është shumë pozitiv. Definitivisht ka ende kompani të cilat I hezitojnë këtij ndryshimi, këtij trendi sipas atyni që e quajnë ata, ose tash koka në mod, po nuk kemi shumë prej atyne kompanive fatmirësisht. E kemi një pyetje të shkruajtën prej Patrikut, po thotë duke pas parasysh ndikimin e industrisë 4.0 në gjitha sektorët, a mendoni se një rrit bazë për teknologjitë moderne duhet të jenë pjesë e domosdoshme e edukimit të të rinjve, qoftë edhe nivelin e hershëm të shkollimit? Definitivisht, prej asaj çka unë e kom pa, jo kushtimisht krejt shkollat publike, po shkollat private dhe shkollat profesionale publike, veç e kanë fillu, domethënë përfshimin e teknologjisë, realitetit virtual, edhe domethënë si pjesë e plan programit të tyre, prej asaj çka unë po shoh, ka fillu prej klasës të 6 në shkollat tona në Kosovë, që është shumë pozitive. A ka nevojë mësues, profesorat me u zhvillu ata, domethënë kjo ka qenë një sfidë me siguri e shkollave te na, edhe ndoshta ka ndodhur pak më vonë për shkak të zhvillimit profesional të stafit në shkolla në Kosovë, gjë që unë besoj që veç ka ndodhur masivisht kanë fillu prej klasës 6 përfshimin e teknologjisë në shkolla. A jemi në nivel ku duhet me qenë, për shkak se kjo është diçka që shumë shpejt vjen ndryshon, me siguri që jo, po mendoj që me involvimin e gjeneratave të reja në sistemin e edukimit edhe arsimit në Kosovë, ndryshimet kanë me u bë shumë më të shpejta edhe më të mira, më pozitive. Po Patrik, pesho që ke Po, deshta më ndërlidh vetëm me 2 pika. Do të thotë në pjesën e pandemisë kam qenë duke punu me një kompani tjetër, jo në këta që po punoj. Edhe deshta me cek ata që vetëm përdorimi i Google Drive-it, domthon qasja e shumë persona me një dokument caktuar, ka ndihmu tepër, edhe pse na kanë për shembull fizikisht disa në Prishtinë, disa në Gjakov, disa në rrethim, edhe prodhimi, se ka qenë kompani prodhuese, saktësisht ka qenë kompania Albina Dyla. Edhe pse prodhimi për shembull makineri çepse dhe gjitha i kena pas shkepna për shtëpi, prapë kemi pas çështje, për shembull mësuin proces është prodhimi një fustani, do të thotë vetëm ajo ka ndihmu shumë që mos mund ndal as prodhimi me pas eksport dhe gjitha, e sa ndihmon tash për shembull industria 4.0. Edhe tjetra, shka mujta me vrejt të slajdet, për shembull prej 1.0 deri 2.0 janë dashur 110 vjet. 2.0 deri në 3.0 janë 100 vjet. To e po 3.0 deri në 4.0 e vrejt që janë veç 40 vjet. Që I vjen që 5.0 mund me konë pas 5 vjet dhe mas 10 vjetve. Do të thotë nëse sot nuk më vjen në 4.0, çka kemi bën, ç'është kemi vepruar në momentin mas 5 vjetve ose 7. Është tash zhvillimi teknologjik është shumë më I shpejt. Do të thotë jesha do e shikoni dokumentar, çloni një informim në linjën të prodhuar me trotuare. Do të thotë kanë specializuar që të lëviz njerëz në trotuare me prodhu rrymë. Që I bën që është një zhvillim ekstrem I madh që
sa më shpejt që me merr në shembull ose shfrytëzon, është më mirë, është si për kompaninë, edhe për jetën përgjithësi. Masi e përmend Definitivisht. Masi e përmeni Patriku, Kina ka fillu programin që prej moshës 6 vjeçare veç me fillu me mësu për AI, kështu që nëse ata e kanë bo si program bazë dhe të integruar në shkollë, dihet që kthim brapa s'ka, kjo nuk o trend, është mënyra jone e jetesës prej dje ndoshta e tutje. Po. Pikrisht ajo që kesh të thonë, Kina e ka bo pikrisht këtë seneve, revolucionin të ri ka me pru teknologjia. Ata ka me bo realiteti virtual ka me pru një revolucion të ri me siguri, kështu që nuk është që gjithçka ka me stopu ku jemi në atash. Për ata është me rëndësi që me qenë pjesë të re, po më vjen shumë mirë që e ke pa pikrisht ndryshimin prej revolucionit 3.0 në 4.0, është një kohë shumë e shkurt, edhe ndryshime dhe më thona vitin e kalum, vitin e kalum e kemi pas një hyrje të AI në jetrat tona. Unë nuk një njeri sot që nuk e përdor ChatGPT. Nuk e përdor AI, nuk një. Dhe më thonë pa marrë parasysh moshës, ose të paktën që se ka provu, se ka përdor, ose nuk u hi me lexu çka është ndodh për momentin në jetën tonë. Kështu që definitivisht në rast se kompanitë e juja ende stagnojnë për me qenë me përdor teknologjinë edhe ndryshimet digjitale, transformimin digital, ju inkurajoj që ju me inkuraju ata sa ma shumë edhe sa ma shpejt me fillu, me qenë pjesë e webinareve të tilla, me qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme, edhe me pa ku po qëndron bota për momentin, edhe kompanitë më të mëdha botnore. Nëse dikush ka ndonjë pyetje tjetër ose ndonjë koment? Mundem prap? Patjetër. Do e di tash që je më informuar me lidhje me industrinë 4.0 dhe këtu, pasi të përfundon sesioni, nëse mundesh me ndalë në ndonjë link ose në ndonjë libër ose ndonjë, për shembull për fillestar ose për bazën ku mundemi me marrë. Se cila kompani. Patjetër. Patjetër, unë ndaj me tani një pjesë të linqeve, të librave, disa podcast që janë edhe në YouTube, muj me ndaj sa deri në funditës ose nesër, edhe mandej tani ta mundet me ndaj me juve pa problem. Faleminderit shumë. Patjetër ju përcjellim emaillat të gjithëve, kemi momentin që janë kyç në webinar, është marrë emaila, kështu që patjetër që ju përcjellim. Kemi pyetje ose koment ose çka do prej participantëve tjerë, nëse dojnë me shtu diçka? I kemi Ismail Bagjaku. Përshëndetje. Radh parë ju përgëzoj për këtë organizim. Prezantimi ke shumë përmbajtësor për mendimin tim dhe sidomos për bizneset. Unë nuk jam pjesë e asnjë biznesi, faktikisht jam pjesë e një kompanie të telekomunikacionit, e cila mirët me pjesën e Radio Access Network. Konkretisht në IPCO punoj. Dështa me të pyet se sa kanë luajtur rol kompanitë e telekomunikacionit në zhvillimin e industrisë 4.0. Sigurisht me 5G tash edhe me broadband fix, ku Kosova pothuajse është më mirë në region edhe krahasohet me vendet perëndimore. Kjo do të më falendëru pak a shumë edhe kompanitë, të cilat edhe në përfshatrat më të thella të Kosovës kanë arritur që të kenë internet edhe me internet kualitativ. Deshta me pyet edhe më falenderoj për gjithë këtë informacion edhe për Venera. Venera
Unë jam duke bërë edhe unë jam duke bërë një emision në një televizion, i cili quhet Cost Tech Talk. Do të isha shumë i nderuar të të kisha edhe të ftuar në atë emision. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Për me ju përgjigj pyetjes tënde, të cilën veç ju përgjigje, kompanitë telekomunikuese kanë pas rolin kyç për shkak të Internet of Things, sidomos domethënë gjatë revolucionit 4.0 e kemi pas Internet of Things, 4G, tash edhe 5G. Edhe siç e ceka edhe më herët, shembulli kryesor pse Kosova për momentin është një ndër vendet më të mira në rajon edhe me siguri që edhe prej disa vendeve tjera në Evropë, është pikërisht prej revolucionit që kanë bërë kompanitë e telekomunikacionit. Definitivisht ka qenë shfrytëzimi i teknologjisë të re transformuese brenda kësaj periudhe shumë të shkurt kohore prej kompanive tona telekomunikuese ka qenë me siguri shumë impresiv, masi veç po qëndrojmë ku jemi për momentin në këtë aspekt. Faleminderit shumë, Ismail. Më vjen mirë që webinari është një par platforme që edhe rrjedzohen, edhe keni me pas mundësi me bashkëpunu edhe në pjesë tjera, kështu që nëse ka dikush tjetër pyetje, ju kisha Faleminderit. webinarin. Faleminderit, edhe faktikisht një shok ma rekomandoi këtë webinar. Edhe më tha Ismail, shiko se është shumë platformë mirë. Edhe gjithashtu jemi angazhuar si ligjërues në universitet. Edhe i ligjëroj për e-systems për shembull, edhe ka shumë ndëlidhje. Deshta mund të lidh nëse nuk i prish punë lidhur me e-health ose e-systems që janë goxha aktive ose shumë jo trendi, po është e ardhmja aty. Kosova ka ecë përpara në një farë mënyrë me e-Kosova, ku janë integruar mbi 150 shërbime aty. Edhe kërkohet akoma më shumë, sidomos në e-health, për cilën Venera ndoshta edhe mund më na dhon më shumë informacione se ku është ky proces. Edhe siç e theksoi Venera edhe më herët, është procesi në sistemet jo biznesore, po ato institucione shtetërore, rezistenca shumë e madhe edhe këtu ka me pas një sfidë shumë të madhe. Okej, s'po dua më zgjat më shumë. Faleminderit edhe një herë dhe ju uroj suksese si Kosova edhe Venerës. Ismail, faleminderit shumë për kontributin, pasi që jenë edhe profesor, ndoshta të kishim inkuraju që me ndoa dhe webinaret edhe me studentët ose me ndoa informatën që ekziston platforma biznesi im, edhe munden më kyç edhe me pa webinare prej temave nga më të ndryshmet, ndoshta munden me hym punë ndonjëri prej tyre. Patjetër kemi mundësi edhe me bashkëpunuar, ndoshta më organizuar ndonjë public speak. Jemi në kontakt për gjithësi. Ju uroj suksese dhe faleminderit shumë për këtë mundësi. Faleminderit. Venera, nëse s'kemi pyetje tjetër ose nëse s'ki diçka tjetër më shtu? Përveç me ju falenderu shumë për që keni qenë pjesë e webinarit, edhe me ju inkuraju që me qenë pjesë e webinareve tjera, me shpërnda me tjertë, mënyrë që edhe ju me marrë një njohuri për ndryshimet që po ndodhin në kohë reale. Atëherë mos po mbetet gjë tjetër me thonë përveç që është edhe një herë shumë faleminderit për kohën edhe për kushtimin. Ju njoftojmë që webinarin së shpejti e uploadojmë në platformën Biznesi Im, ku mundeni mi rishiku këtë webinar, po edhe shumë webinare tjera. Edhe deri në herën e ardhshme ju urojmë gjithë të mira dhe mirupafshim. Faleminderit shumë. Mirupafshim.